Për të garantuar një proces zgjedhor të rregullt dhe të ndershëm për zgjedhjet e parakohshme që po mbahen sot, prokurori i shtetit ka angazhuar mbi 100 prokuror dhe zyrtar të sistemit prokurorial në mbar vendin për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ata do të qëndrojnë në gatishmëri gjatë gjithë ditës së votimit dhe deri në përfundim të procesit zgjedhor, duke monitoruar nga afër çdo zhvillim dhe duke vepruar ndaj çdo parregullësie të mundshme. Prokurorët janë shpërndarë në të gjitha rajonet e Kosovës. Në qytetet ku funksionojnë prokuroritë themelore, ata do të veprojnë nga zyrat e tyre, ndërsa në komunat ku mungojnë objektet e prokurorisë, do të qëndrojnë në stacionet policore, në koordinim me hetuesit e policisë së Kosovës. Mbikëqyrjen e përgjithshme të angazhimeve në teren, po e bën Koordinatoria Nacionale për Zgjedhje, prokurorja Laura Pula, e cila po përcjell punën e koordinatorëve rajonal, prokurorëve të angazhuar dhe përfaqësuesve të prokurorit të shtetit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga zyra e kryeprokurorit të shtetit u është bërë thirrje qytetarëve, partive politike dhe institucioneve që të raportojnë çdo rast të dyshuar të manipulimit apo keqpërdorimit të votës, me qëllim ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor dhe vullnetit të qytetarëve.